Përshëndetje. Në rubrikën tonë, mjeshtrat zanatit tradicional shqiptar, sot do të sjellim një histori shumë interesante të një vajze që në moshën fëminore ka nisur të pikturojë. Në rrugtimin e saj artistik, ajo ka sjell motive tradicionale shqiptare, që nga lautari, që nga veshjet kombëtare të çdo treve të vendit, të pikturuara në bluzë, në gota, në pjata, në punime druri. Ajo do na tregoj sot historinë e saj që kur e ka nisur rrugtimin e saj artistik dhe pasionin për këtë art tepër të veçantë. Çdo punim mbart një histori dhe një frymëzim të veçantë. Përmes ngjyrave, motiveve tradicionale dhe stilit personal, Art by Silda ka arritur të krijojë një identitet artistik që tërheq vëmendjen e publikut dhe vlerësohet për origjinalitetin e tij. Nisja e parë fare ka qenë kur unë isha në klasë të 4. Punimet e mia i shikon një mësuese pikture në Shkodër. Edhe i thot mami që vajza është shumë e talentuar, thot për moshën që ka, do ma silli, kisha qejf të punosha me të. Edhe kështu nisi e gjitha. Nga i moment që unë u takova me mësuesen e pikturës, ka qenë vite të tëra që kam punuar bashkë me të. Pastaj në klasë 7 fillova punimet me djegje, pirografin, sepse kisha krijuar të vetbesimin të vizatimi, kisha filluar të mësoja teknikat e vizatimit, e pikturës, edhe thash, kur u takova me këtë punim, thash, po kjo është ajo që mua më pëlqen më tepër. Ishte shumë e vështirë, sepse normalisht lapsi të jep ty mundësinë që ta fshish, ta punosh prap, ta pikturosh edhe një herë ngjyrën, por kjo djegja kur e djeg drurin ti nuk e fshin dot më. Edhe duhet të jesh i saktë në çdo vit, çdo linjë, çdo gjë që ti bën duhet të jesh preciz, sepse marr të bëj një portret nuk më e mundësinë ta fshi. Më del njeriu tjetër nëse unë nuk jam e saktë. Kështu që kishte vështirësi, shkallë vështirësie shumë më të madhe se sa vizatimi. Por që janë dy teknika komplet të ndryshme dhe janë dy teknika që do japin kënaqësi të ndryshme. Të japin emocion tjetër. Edhe ti je gjithmonë në kërkim të asaj të provoj edhe një gjë tjetër, të provoj ta bëj ndryshe këtë, ta bëj këtë modelin, ta stilizoj ndryshe, ta sjell ndryshe. Të lënë gjithmonë në atë idenë që ti ke mundësi prap të bësh diçka, se thunë nëse bëra nga këtë ndryshimin kështu, duhet të gjej edhe një formë tjetër për ta sjellë ndryshe, për të qenë gjithmonë në kohë. Për të mos i dalë kur moda, asaj, sepse jam e fokusuar gjithmonë te punimet tradicionale, te veshjet, i kam stilizuar në mënyra të ndryshme, i kam sjellë në pjata, në gota, në bluza, në çanta. Jam munduar domethënë që tradita, motive tradicionale të jenë të modës tani edhe të ngelen edhe më vonë. Sepse ne gjithmonë jemi te e reja, jemi te ajo që të bëjmë po tash i modën, të përshtatemi, por ne kemi shumë kulturë në Shqipëri. Kemi motive, gjëra pafund që nuk kemi nevojë të kërkojmë larg, të dalim të marrim modën diku tjetër, sepse motivet tona mjaftojnë për të bërë modën edhe këtu ku jemi. Në familje nuk është se kam pasur dikë që është marrë me traditën ose me veshjet ose me diçka, po duke studiuar, unë mbarova akademinë për pikturë tekstil. Edhe pjesa e tekstilit më futi më shumë në pjesën e veshjeve, të kulturave. Edhe kjo më ka bërë gjithmonë të zgjedh, sepse kjo ka qenë zgjedhje ime që të rri në pjesën e kulturës dhe traditës shqiptare, ka qenë zgjedhje që unë e kam bërë me vetdije të plotë, edhe vazhdoj që ndroj po me vetdije të plotë, sepse është diçka që mendoj edhe besoj që do jetë e vlefshme jo vetëm për mua, por edhe për brezat që po vinë. Sepse unë bëj mësim edhe me fëmijë vegjël, edhe mundohem gjatë gjithë kohës t'i mbaj brenda pa i kushtëzuar, por që t'i mbaj brenda traditës tonë, të rriten me atë që ne jemi mjaftueshëm edhe vetë. Në çdo punim që unë bëj, sjell krahina të ndryshme. Veri, jug, Shqipëri e mesme, sjell krahina nga më të ndryshmet, sepse kërkesat janë nga më të ndryshmet, se kur unë e hedh një punim ose kur unë e bëj një punim që e publikoj, ka njerëz që janë edhe nëpër vende të botës që kërkojnë krahinën e vet, kërkojnë veshjet e veta, kërkojnë traditën e vet. Edhe
Unë jam munduar të përshtatem me gjithë dhe të sjell të gjithë sipas mënyrës time, pak duke ndërthuar edhe me kërkesat e klientit. Sepse ka që i dojnë motive tradicionale, por të jenë të stilizuara në kohën moderne. Edhe kjo është një ndërthurje që bëhet shumë e bukur. Klientët që vinë në dyqan, edhe klientët që marrin zakonisht punimet tona janë të huaj, ka shumë shqiptar, ka dhe shumë shqiptar që jetojnë jashtë. Edhe kur vinë në Shqipëri, zgjedhin të marrin një copë tradite nga këtu te ne, një pjesë të vogël që ta dhurojnë edhe tek miqtë e tyre që janë të huaj, që ta njohin. Shikoj më përpara ka qenë ajo ideja që Shqipëria se Shqipëria një vend i vogël, po sot nuk është më ky mendimi. Sepse kjo Shqipëria vogël ka vende shumë të bukura, ka traditë shumë të bukur, ka çfarë tregon. Pjata, gota, bluza, çanta, çdo gjë që unë mund të krijoj me dorë, me pikturë, me djegje, çdo gjë që mund të realizoj, domethënë me punime, pikture, dore, tradicionale janë të arritura. Atëherë unë kam zadrimore tani, janë 3 zadrimore, edhe kjo më merr të paktën një ditë e gjysmë punë, sepse kanë këto detajet e veshjeve, që kanë shumë punë, kanë shumë detaje dhe më merr kohë. Varet, ka punime të ndryshme, ka punime që marrin edhe një javë, ka punime që marrin më shumë se një javë. Varet se çfarë po du të nxjerr si produkt final, edhe koha pastaj është diçka që nuk është se llogaris. Lej gjithmonë kur marr një porosi, lej gjithmonë afat kohe deri në 10 ditë, gjithmonë në varësi të porosisë që është, por që ka nevojë për kohë. Është punim i bërë me një tel, kështu që dihet, është makinë që ka qenë gjithmonë e kohës të vjetër. Nuk i kam qef, domethënë, të i fus të gjërat makinerit e reja, sepse du t'i qëndroj, du që ky punimi të bëhet ashtu siç ka qenë. Mund të moderoj modelin që punoj, por jo makinerin, du t'i qëndroj asaj të vjetrës. Mos ta nxjerrin nga moda, domethënë. Edhe jam shumë rahat me këtë. Edhe kur më thonë të sjell një tre, të marrim një tre, të blem, nuk e dua të re. Këtë punimin po mundohem t'ja kaloj edhe fëmijëve, që jap mësim, mundohem t'i mësoj që t'ja u kaloj si traditë dhe mos ta humbasim. Siç e mora unë, ta trashëgoj edhe të fëmijët e tjerë. Ka pas momente që kam menduar të heq dorë. Ka pas. Sepse si çdo aktivitet tjetër, si çdo punë tjetër, si çdo profesion tjetër, ka ato momentet e veta që ti ndoshta të dorëzohesh ose të thosh që prit shiko se s'është ajo që po kërkoj. Nuk është puna ime në atë nivelin që unë po kërkoj ta çoj, domethënë. Nuk po gjej dot rrugën për ta çuar në nivelin që unë dua të jetë. Ka pas momente, por që për fat të mirë kanë zgjatur pak. Edhe e kam kapur prap ritmin, edhe nuk jam dorëzuar sepse në fund ditës kjo është ajo që unë du. Edhe nëse ke diçka që ti vërtet e don, do ta gjesh gjithmonë një rrugë. Nëse është diçka kalimtare, do heqësh dorë. Edhe kjo është diçka që unë ja kam dedikuar gjithë përkushtimin tim, gjithë kohën time, çdo gjë time unë e kam të lidhur me këtë punë, edhe nuk e imagjinoj dot veten duke bërë diçka tjetër. Edhe prandaj ka qenë vështirë, por që mund të them që ja kam dalë deri tani jam e kënaqur që nuk kam hequr dorë. Më ka rastisur shpesh të ndeshem edhe në rrugë me klientë që kanë marrë një çantë të pikturuar nga unë ose një bluzë timen, edhe është ajo ndjesia që ty të bën të ndjesh që shiko se ajo gjëra që unë bëj është e pëlqyeshme dhe është e prekshme nga njerëzit, edhe impakti që ti merr kur dikush ka një produkt të realizuar nga ty të bën të ndihesh i vlerësuar. Unë ndihem shumë e vlerësuar dhe ndihem shumë mirë kur shoh punimet e mia tek njerëzit e tjerë, kur shoh punimet e mia të dhuruara te dikush tjetër, të marr nga dikush edhe të dhuruara. Edhe kjo gjë më bën të ndihem mirë sepse njerëzit e marrin një gjë dhe kthehen prap, marrin një produkt dhe kthehen prap tek unë, thonë, shiko Silse, unë me vërtet mora një herë, por e din që kur vinë në Shqipëri ose kur vinë këtu e din që unë jam. Kanë marrë një herë diçka të unë dhe kur kthehen me përshtypje më të mira. Edhe kjo është ajo që më bën të mendoj edhe të besoj që kam arritur atë që dua. Jam e ftuar shpeshherë në shumë panajire që bëhet si në Tiranë dhe jo vetëm. Jam pjesë gjithmonë, mundohem të jem pjesë gjithmonë.
është një kënaqësi domethënë vete kjo pjesa panaireve, përveç pjesës së shitjeve, është edhe ajo që ti je direkt me klientin, me klientët që ty nuk të ka njohur më përpara, jo vetëm me klientët që të vinë ty në dyqan ose janë klientë që të shkruajnë ose e din që të gjejnë, ti përballesh me njerëz që s'e din fare që ti e bën këtë punë. Edhe ka emocion tjetër, ka të rrit ty përgjegjësinë që ti t'jesh gjithmonë në kërkim të gjërave edhe të sjellësh gjëra më të bukura, më të reja, më detaje. Edhe është diçka që më bën të ndihem mirë dhe ka raste që më zori pres që të vinë panairi rrollës. Në studio vi në mëngjes edhe dal nga studioja në darkë. Gjithë dita ime me shkëputje të vogla, po gjithë dita ime është këtu. Në punë duke munduar të krijoj gjëra të reja, duke munduar të risjell ndoshta punime që i kam shitur, duke munduar të sjell ato që janë më të kërkuara, por edhe ato që nuk janë shumë të kërkuara, duke munduar të sjell në mënyra të ndryshme që të bëhen të kenë po të njëjtën kërkesë si punimet e tjera. Çdo punim që bëj ka një emocion vete. Edhe ndoshta shpeshherë është ajo që nuk i ndan dot. Nuk i ndan dot sepse kur ti e merr me unë e bëj të timen një punim para se të filloj ta punoj. Do të thonë, përfshihem në të, si emocionalisht, si vizualisht, edhe është e vështirë që t'i ndaj. Kanë gjithë secila të shkallën e vështirësisë të vet. Por që gjithmonë më pëlqen kur bëj këto pikturat ose kur i sjell janë këto lautarët, janë me veshjet kombëtare që kanë në Ila Lekun, janë këto veshjet kombëtare tradicionale të vjetrat, që kur i risjell më jap një emocion tjetër, edhe ndihem shumë mirë kur i punoj. Edhe kur e shoh, domethënë, unë sa tani ato e kam përfundimin në mend edhe e di çfarë do të nxjerr në fund. E kupton, nuk është se i hy, ta punoj edhe dali si dali. E kam të përfunduar në mendje. Edhe janë gjëra që mu më ngelin, edhe kur i shes kam shitur e kisha porosi, një lautar edhe kur e dhash domethënë, të them të drejtë më duk sikur më mora një pjesë shpirtit me vete. Se të thash bëhet një gjë e jotja, me vërtet është punë, por që lidhesh deshe, të jep atë ndjesinë që është një gjë e jotja dhe po marrin diçka tënde. Një mesazh që unë do t'i jepja gjithë të rive, fëmijëve, por në veçanëri prindve, sepse unë fëmijët që punoj janë edhe shumë të vegjël, kam nga 3 deri në 16 vjeç e lartë, por do të thoja prindve, shikoni me kujdes, jepni një drejtim, sepse një fëmijë i vogël, të paktën në moshën time, nëse nuk do vinte një mësues të më orientonte, ndoshta mbase nuk do isha këtu ku jam sot. Duhet të jemi gjithmonë në kërkim të kulturës. Edhe nëse nuk bëhemi një piktor i madh ose nuk bëhemi një artist i madh, të jemi të rritur me kulturë, të dim se çfarë kemi tradit, të dim se nga i kemi ne këto kultura, këto tradita që sot po fliten gjithandej, të dim nga i kemi rënjët, si kemi nisur, si ka nisë çdo gjë. Kjo është qoftë në muzikë, qoftë në pikturë, qoftë në balet. Ka plot gjëra dhe është, theme jo, po nuk dalin gjithë artist, mund mos dalin gjithë artist, por dalin të kulturuar në fund të ditës. Edhe unë prandaj thash, nuk kam preferu të ndryshoj, kam ngel me këto makineritë e vjetra, jo më kot, por që edhe fëmijët që punojnë unë me to, du të mësohen me këto. Nëse unë si fëmijë mësova të punoj me një tel, edhe sot e kam mundësinë për të marrë edhe një makineri tjetër, edhe këto fëmijë duhet, po unë e maj këto që mos të harroj nga kam nisë. Mund të bëj shumë gjëra të bukura sot, po ama e kam nisë nga kjo. Kështu që edhe fëmijët mundohen të mësoj me atë që ka qenë, me atë traditën, që kur të kenë mundësi të zgjedhin të ren, ta dinë që kanë nisur nga diçka e vjetër, nga një traditë e vjetër. Edhe kjo është diçka që trashëgohet ndër breza, edhe brezat pastaj dinë zgjedhin. Kanë mundësi të zgjedhin, edhe kanë mundësi të transmetojnë më të mirën edhe ndër brezat që do vinë. Arti mbetet një mënyrë e bukur për të shprehur emocionet dhe për të ruajtur traditën përmes krijimtarisë. Art by Silda është një shembull i përkushtimit dhe dashurisë për artin, duke sjellë punime që jo vetëm zbukurojnë, por edhe përcjellin frymëzim dhe kulturë.